Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin, was salatu was salamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar e lavdrojmë, i gjojmë salavat e selam e pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, në udhëtimin ton ditor të shpjegimit të haditheve erdhi një njeri të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sot do të ndalemi te një ngjarje që është pak më ndryshe se të tjerat. Edhe pse hadithi është i njohur dhe fukahat nxjerrin nga ky hadith shumë rregulla dhe dispozita, faktikisht ngjarja ka të bëjë me një dert apo me një rrethon me të cilën është ballafaquar një sahabi, i cili në fakt ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një zemër të thyer, i mërzitun, i friksuar se çfarë do të ndodh me ta, edhe e shohim kur ja ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dertin e tij edhe rrethonën me çka është ballafaquar, atëre e vrejmë edhe rahmetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si është sill me të edhe si e ka trajtuar këtë problem. Pra, vërtet është një hadith që e shpërfaq për gjithë njerëzit atë lehtësinë e Islamit, se Islami është i lehtë, nuk ka ngarkesë teprume, po në anën tjetër edhe e manifeston edhe atë se vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka thënë edhe Zoti i Madhreshëm, ka qenë rahmatan lil alamin, ka qenë mëshirë për këtë njerëzimin, për këtë botën. Prandaj pa vonuar po futem më një herë në ngjarje, Ebu Huraira e transmeton, një nga shokët e ngushtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thotë, teksa ishëm të ulur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vjen një njeri dhe i thotë, o i dërguari i Allahut, jam i shkatrum, me një fjalë, puna jam e ka marrë fund, është keq, të thotë, më ka ndodhur, të thotë një send që shumë keq. Edhe po e shohim edhe nga vetë ngjarja edhe situata që ka ardhur, as nuk ka dhënë selam, po me një herë ka him, si ka thonë, se ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka ofruar dhe ka thonë, jam shkatru, e ka pas puna jam, helektu, në gjuhën arabe. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet, thot, çfarë ke? Disa transmetime thot, çka u bë, me një fjalë, me një lloj çudie, thot, çka u bë? Atëherë ky sahabi i përgjigjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë formë, thot, o i dërguari i Zotit, kum pas punë me gruan tëm duke qenë agjërushëm. Pra ky është gajleja, ky është do thot derti, pra ka pas punë me gruan e tij duke qenë agjërushëm. Edhe ky është derti, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ditë çka bëhet me të, për këtë punë edhe për këtë tejkalim të sin e ka bë. Ky është do thot transmetimi i Buhariut edhe Muslimit, janë disa transmetime që e detajzojnë pak më qartë që ka ky hadith. E ato detaje janë është se ky sahabi faktikisht këtu në hadith Buharisë dhe Muslimit përmendet si njeri, në hadithe tjera përmendet edhe emri i tij, dihet kush ka qenë prej sahabive, jo shumë i njohur, po dihet edhe me emër, pra ka qenë Seleme bin Sakhr, ka qenë prej ensarve, edhe po tregon në një transmetim tjetër ky për veten e tij, thot, kur ka hy muaji i Ramazanit në një formë nga friga, është largu pej grus, ka nejt larg, që ka afru grus, për arsye se e ka dit edhe kam përshku që nuk ka qenë njeri që bën sabër, Allah ju nderoft, nuk ka qenë njeri që bën sabër, edhe është largu. Mirë, po me një rast, nuk ka mujt me duru veten edhe e ka bë këtë tejkalim, duke qenë agjërushëm, duke qenë në Ramazan. Edhe tash e ka kaplu, po thot ky gajleja çka më bë, edhe o dal edhe ka fol me njerëz të afër tij. Ka thonë, qështu më ka ndodhur, tash hajdni me mua shkojmë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek syr, domani ka ardhur rën me shku vet. Se edhe ka thonë, hajdni me mua të afërmit, dikush domon që kon me të pak më ngushtë, edhe ata i ka thonë, jo, Allah nuk vi me ty. Se ku me di çka bëhet, a zbret ndaj ajet, ndaj send prej Zotit për ty,
a pejgamberi sallallahu të fol keq, domthon çorton sa edhe edhe aty ne ka ardhur keq me dal para pejgamberit sallallahu me këtë situatë dhe me këtë rrethon, edhe si janë shku me ta. Edhe ky ka shku vet. Ka shku edhe se ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra me njëherë ju ka anku, ka thonë e ka pas punë e em, domthon shumë jam shkatru. Edhe kur e pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet pra në këtë formë, që kam pas raport marrëdhënie me gruan, po e ka përdor shprehje jo ashiqare me një fjalë, pra kum pas punë. Në qatë kontekst e ka përdor edhe në gjuhën arabe, që është na thojmë me pas punë me gruan dhe kuptohet për çka është fjala. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e çorton. Pra nuk thot çka ke bë as e ka një zakonisht që po çfarë i ka thonë ajo që ka kërkohet prej teje është me e liru një rob, si shpagim, si qefaret që thojnë pleqet, do thot me liru një rob. Edhe ky sahabi ka qenë i varfër, ka thonë nuk ka mundësi o i dërguar i Zotit, për arsye se robërit në atë kohë kanë qenë, do thotë shuma ka qenë e madhe, ka thonë nuk ka mundësi me bë këtë. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë a mundesh mi agjeru 60 ditë pa ndal. Do thotë duhesh mi agjeru 60 ditë pa ndal. Domthon çefareti i dytë. Kefareti i dytë nëse nuk ki mundësi edhe në rrethana tona, domthon në kohën bashkëkohore kjo është e pamundshme tash. Atëherë që thotë i dërguar i Zotit as kët nuk muj me bë. Atëherë i thotë obligohesh me i ushqy 60 të varfër. Me i ushqy 60 të varfër. Po që tham pak ma heret ka qenë i varfër ky, nuk ka pas mundësi, edhe ka thonë i dërguar i Zotit as këta s'muj me bë. S'kam parë 60 varfën, nuk ka mundësi me i ushqy, pra ka qenë shumë i varfër. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmetohet se ka hesht. Edhe një kohë ka qëndruaj aty me shok, ka hesht edhe ka ndajq ashtu. Nuk përmenet sa kohë, edhe ndërkohë duke qëndruaj aty, domthon pa u kry ajo mezhlisi, dikush ja bjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një shport me hurme. Në disa transmetime kuptohet se i ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ato, edhe ka shku i ka marrë, edhe ka ardhë, edhe ka thonë ku është ai që më vete i parzit. Edhe ai lajmërohet thotë unë jam pejgamber i dërguar i Zotit. Atëherë i thotë merre këtë shport edhe shpërndaje të varfërve si shpagim për shkak se mos i ski mundësi mi dhon ushqim 60 të varfërve, atëherë merre që to unë po ta dha edhe shpërndaje të varfërve. Edhe ky sahabia thotë i dërguar i Zotit të varfërve që janë në Medinë, thotë për Zotin nuk e di thotë që ka dokush që është ma i varfër se familja jame ndërmjet 2 kodrave të Medinës. Që do më thonë ka qenë shumë i varfër, ky vetë ka qenë shumë i varfër, ka thonë nuk e di që dikush mundet me ka ma i varfër se unë në krit Medinën. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qesh, buzqesh, edhe thuhet në transmetim buzqesh sa që i duken dhëmbët. Edhe i thotë merre pra ushqeje familjen tone. Edhe e merr edhe kthehet. Edhe kthehet pra i gëzum, edhe kjo është ngjarja e hadithit në përgjithësi, pra që përmendet vëllezër të nderuar se si ky me derd ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po e shohim se si i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është sill me çortu. Edhe prandaj edhe ulemat kur e shpjegojnë këtë aspekt hadithit, thonë që nëse një njeri e ka bën një gjuna, po i ka ra pishmani, edhe është pishmanli dhe thot, edhe faktikisht pra e nin veten kesh, mos ja shtoti edhe ma shumë, me qortu, me qa ke bot, po letëseja, pra arsye sa në veten e ti e ka atë pesh, pra ti mos e ngarko ma shumë. Ashtu që ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra nuk e ka qortu me dhan kuj pote mete, qysh kena shefna në përgjithësi me ju gjujt njerit, kur dim që ka ba diçka. Po përderisa e ka kuptu që është gabim, edhe penin vetën që kjo që ka ba nuk është punë e vogël, prandaj edhe ka thonë jam një shkatrum, atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka tregu mënyrën qysh mu me dal prej kësaj situate dhe prej kësaj rrethane. Për arsye se e dim të gjithë vëllezër të nderuar, mënyra ma do më thonë ma tërheqje vrejtje, ose do thot ma
keq që mundet njëri me prish agjerimin është me raport intim. Për këtë shkak edhe gjunahi ose shpagimin nga ky gjunah është kur njeriu mas pari lirimi i robit që tham në këtë situatë, në këtë rrethon ta nuk jam mundësit, pra ose me agjëru 60 ditë pa ndërprer, ose me i dhon ushqim 60 të varfërve nëse nuk ki mundësi me agjëru. Pra kjo është do të thotë rregull dhe dispozita fikhore që nxjerrin ulemat në përgjithësi, edhe që shtam pak më herët e shohim lehtësinë e Islamit në përgjithësi. Po e shihni edhe atje tek ai rasti se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë atij sahabiu që s'ka mujt me mësu Kur'an, që me dhikr, me përmendjen atyre fjalëve, mu mjaftu me Kur'anin, po e shohim njëri, pra nëse nuk i ka mundësit rrethonat, atëherë zbret, pra nuk ngarkohet njëri me një obligim, me një rregull, me një dispozit, nëse nuk ka mundësi me e përballu atë. Edhe faktikisht po e shohim edhe butësia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë person, me këtë njeri se si është sill me të, edhe siç i ka dhënë pra i ka gjetë rrugë zgjidhje, megjithse ka qenë gjunahi nuk ka qenë i vogël. Pastaj prej dobive që nxjerrën nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, është edhe fakti se si ky sahabi faktikisht nuk muj me bë këto, nuk muj me bë këto, edhe hurmat kur ja ka dhënë, ka lakmu për veti se o ka një varfër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thonë Allah stafet e prove. Na kem qef ka jere edhe me thonë, jo, ka thonë merre, ka hesht edhe jepi, pra masije ashtu jepja pra familjes tane, pra po e shohim atë zemërgjërsinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në këto rrethana, pra ka thonë merre edhe ushqeje. Pra dhe këtu e shohim se si kur përballë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njeriu është shfaq i sinqert edhe i qiltër. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka tepru me ngarku më shumë, pra edhe i ka gjetë kështu zgjidhje. Pra po e shohim se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ndi veten që po e shfrytëzon ky mirësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe petepron, po jo e ka lshu për shkak të rrethanave edhe situatave të cilat i ka pa. Pra ky është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe po e shohim si ky njeri ka hyrë si mëkatar me zemër të thyer, edhe ka dalë prej mejlisit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i mshirum fillimisht me mënyrën se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bashkëvepruar me këtë rrethana dhe me këtë situatë, edhe ka manifestu rahmetin ndaj tij, po në anën tjetër edhe e kuptojmë, pra si tham pak më herët, edhe lehtësinë e Islamit, për arsye se njeriu nuk ngarkohet me diçka që s'mundet me përballu. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.